Hetimet për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja kanë nxjerrë në detaje të reja për atë se çfarë ndodhi në sallën e gjyqit në ato pak sekonda pas marrjes së vendimit kundër familjes Shkambi dhe nxjerrjes së armës nga autori Elvis Shkambi. Se po vërtetoj ato që ka thënë e gjithë Shkodra për ty. Kjo është fjalia që Gjon Shkambi ju drejtua gjyqtarit Astrid Kalaja sapo ky i fundit dha vendimin kundër familjes së tij. Këtij provokimi gjyqtari Kalaja i është përgjigjur qetësisht me fjalët: vazhdo dhe në këtë moment Elvis Shkambi ka nxjerr armën nga brezi duke qelluar drejt magjistratit. Këto të dhëna ka ndalë nga dëshmia Ervis Kurta, i cili po ashtu ishte palë në proces duke mbetur i plagosur së bashku me babain e tij. Ndërkohë, sipas dosjes hetimore mësohet se Gjon Shkambi ka qenë pranë nipit të tij në momentin kur ai ka hapur zjarr ndaj gjyqtarit Astrid Kalaja. E pas këtij momenti ka qëndruar i shokuar në sallë pa kryer asnjë veprim për disa minuta. Në dëshminë e dhënë para prokurorisë mësohet se në gjendje shoku mban mend i ketë thënë nipit të tij Nafike. Për sa i përket armës së zjarrit pistoletës me të cilën ai ka kryer ngjarjen, për rreth 10 vitesh e ka në posedim atë dhe nuk e ka përdorur kurrë, pasi ishte hera e parë që bënte qitje me këtë armë. Nga hetimet rezulton se pas këtij momenti autori Elvis Shkambi ka dalë në obor bashkë me xhaxhain e tij Gjon Shkambi, të cilët i ka dhënë çelsat e makinës duke i kërkuar të largohej. Por ky i fundit nuk është larguar duke pritur bashkë me nipin policinë, e cila i ka arrestuar të dy pavarësisht thirrjeve të Elvisit se ngjarjen e kreu ai dhe se xhaxhai i tij nuk kishte lidhje. Sa i përket armës së zjarrit, Elvis Shkambi ka treguar se e ka mbajtur me vete edhe në seanca të tjera gjyqësore, por edhe në institucione të tjera shtetërore ku ka hyrë për të kërkuar të drejtën e tij. Një dëshmi kjo që rëndon edhe më tej në situatën e sigurisë në gjykata jo vetëm. Por sipas tij arma nuk e ka marrë në asnjë rast për formë presioni, por për vetmbrojtje. E në dëshminë e dhënë para prokurorëve ai ka deklaruar se në momentin që ka qelluar ndaj gjyqtarit ka ndier urrëtie të madhe ndaj tij për vendimin e padrejtë të dhënë ndaj tyre. Sipas prokurorisë, referuar dëshmisë, autori është i penduar për të gjithë çfarë ndodhi, pasi nuk dëshironte të përfundonte kështu, por gjithçka ishte një tronditje e çastit nga ai vendim. Brenda pistoletës me të cilën Elvis Shkambi qelloi për vdekje gjyqtarin Astrid Kalaja në sallën e gjyqit ishin edhe 3 fishek të tjerë. Pas kontrollit të bërë armësh, është hequr krahëri ku është konstatuar se arma kishte një fishek në folën e saj gati për qitje dhe në krahër ishin edhe 2 fishek të tjerë të vendosur. Por këta nuk ishin plumbat e vetëm që u gjetën Elvis dhe Gjon Shkambit. Në parkingun e xhamisë së Namazgjas është gjetur automjeti markës Mercedes-Benz në pronësi të Gjon Shkambit. Xhaxha dhe nip tashmë ndodhen pas hekurave të qelisë në akuzën e vrasjes së kryer në bashkëpunim.